Qoftë lut Jezu Krishti. Në gjitha këto takime kemi vërej se si Shën Jozefi unë ndihmoj jashtëzakonisht shumë nga feja e gjallë në Zotin, me plot dashurie, me plot shpresë, për të mikprit në jetën e tij birin e hyjt, pra të bëm njeri. Dhe në çastin e fundit, kjo feje e gjallë patjetër e ndihmoi që të kalonte në lumnin e të lumve. E theksume jo edhe aq merita festi, por merita e festi ishte që ta linte Jezusin që me siguri e kishte tek koka në çastin e vdekjes që të vepronte me hirin e tij. Kështu me Jezusin përbrinj, Shën Jozefi kaloi në pushimin e pasosën të lumve. Është interesante të përmendim këtu një tjetër rrymë për shpirtëriet në kish. Duhet ta kapim pak me pinza këtë lloj për shpirtëriet, se po e shpjegojmë, por thjesht po e përmendim, sepse thot se Shën Jozefi mund të jenë ngjall së vdekuri edhe me trup, është ngjitur në qiell. Bile disa thonë se ditën kur Jezusi u ngjit në qiell ishte edhe Shën Jozefi ndër shenjtrit që po e shoqëronin. E themi më njëherë se nuk duhet ta teprojmë me fantazi fanatike në këtë pikë, por thjesht të shohim atë që kanë thënë disa njerëz për shpirtshëm. Nuk po dalim tonë përfundimin se kështu ka qenë vërtet. As kisha në nivel zyrtar nuk e ka thënë asnjëherë një gjë të tillë. Zyrtarisht, edhe përdesa nuk e ka thënë zyrtarisht, nuk kemi pse të dalim më katolik se papa, si thonë asaj shprehjes, për të dalë në përfundimet të ngutshme. Por kisha nuk e ka mohuar në nga ana tjetër. Kisha gjithmonë bën kështu. Edhe në lidhje me ngjitjen e Zojës në qiell, është shpall shumë vonë në vitin 1950, pra kur kishin kalu gati 2000 vite krishterë. Edhe pse për Zojen, gati qysh në kohën e apostujve, thuhej se është ngjit në qiell. Ka dhëna pra. E shumë teologë argumentonin, për shembull, sidomos në Mesijet, ishin të shumë teologë që argumentonin se me siguri bile janë disa shkrime edhe të Shën Antonit të Padovës, ku thotë se është pa dyshim e sigurt që Zoja është ngjit në qiell. Pra në Mesijet tregon se ishte një bindje e përhapur mes teologëve, e padiskutueshme për Zojen. Edhe pra, pse ishte kështu situata, Zoti duhej të bante shenja të bindshme për ta bindë kishën se Zoja është në qiell me trup dhe me shpirt, sigurisht se kanë ndodhur pastaj të shfaqura të Zojës, ku të gjithë ato që e kanë pa, flisnin se nuk e kanë pa thjesht në formë shpirtërore, por ishte realisht mishit e gjakut, edhe pse në një formë të minatyrshme, kuptimin e fjalës që shfaqej papritmas e gjëra të tilla. Por thash kisha pret. Për Shën Jozefin nuk kanë ndodhur gjithë këto shenja, por janë disa dhëna biblike për shpirtërisë që nganjëherë thamë është bukur të shohim. E gjithë këtë fantazi, nëse mund ta quajmë kështu pra, ose më saktë për shpirtëri, këtë lloj për shpirtërinë e kanë ngjall në kish një rresht i ungjillit. Është rreshti i ungjillit Shën Mateut që thot kur vdiqi Jezusi, pra, në atë çast, pra, Shën Mateu bën këtë koment që kanë ngjall tha me këto diskutime edhe për Shën Jozefin. Thot ungjilli: kur vdiqi Jezusi, toka u lkond, e shkëmbind u plasën, varret u hapën e u ngjallën shumë trupa të drejtësh që kishin vdekur. Pas ngjalljes së Jezusi dolën prej varreve, erdhën në qytetin e shenjtë dhe ju dëftuan shumë kujt. Është kapitulli 27 i Shën Mateut, pra, me njëherë pas vdekjes së Jezusit, që thot këtë rresht shumë interesant patjetër, por që ngjall edhe shumë habi, pak frik patjetër, edhe shumë komente. E duke qenë se ungjilli e quhen vet Shën Jozef njeri i drejt, pra, atëherën me njëherë nga disa teolog është menu se nër këto të drejt, pra që dolen nga varret, pra, mund të kenë qenë edhe Shën Jozefi. Bile është një shenjë shumë i madh, Shën Francesco i Salesit, i Peshkëv, i cili shite një doktrinë tillë si të sigurt, nuk e dyshonte as pak. E nuk duhet ta dyshojmë, bile thoshte. Po e citojmë atë që thoshte Shën Francesco i Salesit. Nuk duhet të dyshojmë as pak se ky shenjt i lavdishëm të ketë një nderim të madh në qiell. Pranë atij që e privilegjoi deri në atë pikë sa që e mori pranë vetes me trup dhe me shpirt. Kjo është e vërtetuar edhe nga fakti se nuk kemi relike të trupit të tij këtu në tokë. Kështu, më duket se askush nuk duhet ta dyshojë këtë të vërtetë. Si mund t'ja mohonte një hir të tillë Jozefit,
ai që kishte qenë i dëgjueshëm ndaj tij gjatë gjithë jetës. Kështu kanë menuar edhe në lidhje me Gjon Pagzusin disa teologë. Se ishte njëri i mirë, njëri i drejtë, por ka një problem. Për shembull, për Gjon Pagzusin ekzistojnë reliket e tij në shumë vende të botës. Reliket e trupit tij, pra eshtret e tij. Patjetër ka edhe disa relike që ngjallin dyshime se mund të mos jenë tijet. Pra, nganjëherë janë bërë për me të hecë besimtarë edhe në mënyrë pa drejtë, në farë mënyrë duhet ta pranojmë këtë fakt. Por na bën të mendojmë, pra, edhe ka disa vende ku me shumë siguri eshtrat janë të Gjon Pagzusit. Dhe Shën Jozefit është e vërtetë se nuk i është gjetë varri asnjëherë, por nuk duhet të ngutemi të dalim përfundimin se me që nuk është gjetë varri, atëherën është ngjallë si vdekuri. Po ndjekim një arsyetim shumë logjik. Nuk kemi pse të fantazojmë tepër të gjejmë mrekulli edhe aty ku nuk ka, ose nuk kemi element mjaftueshëm për ta quajtur mrekulli, se kështu fitojmë më shumë besimtarë. Jo, mrekullia mrekullive është ngjallja e Krishtit. Rreth saj sillet jeta e Kishit, liturgjia e Kishit, edhe aty merr dritë gjithë beslidhja vjetër e jeta e botës. Nëse ka mrekulli të tilla, falënderoj Zotit patjetër, por Kisha nuk ishte me një entuziazëm euforik, fanatik, mund të themi. Po themi, varri i Gjon Pagzusit, për shembull, dihej se ku ishte, sepse Gjon Pagzusi ishte një profet me famë të padiskutueshme në Izrael. Aq më tepër kur Herodi e martirizoi e vrau, u bë edhe më i dashur. Mendohet, imagjinoni, deri në shekullin e 3 pas Krishtit kishte komunitete që besonin se Gjoni ishte Mesia. Edhe pse Gjoni gjithmonë kishte thënë nuk jam unë, por disa kishin thënë ndoshta e ka thënë për përvojtërisë. Pra, edhe me siguri e dinin ku e ka varrin, e do ta kenë rujt këtë devocion ndaj varrit të tij. Kurse për Jozefin nuk e dinte kush, përveç rrethit të tij në ngushtë familjar. Për më tepër kur vdiq Shën Jozefi, thamë kishte shumë vite në larg pa fillu jetën e tij publike Jezusi. Edhe varri, vendi i varrit të Jozefit, nuk dihej nga apostujt, as nga dishepujt e parë të Jezusit. Jo vetëm që nuk dihej, e dinte ndoshta vetëm Maria, por ishte në Nazaret shumë larg, rreth 120 kilometër, tham, pra, larg Jerusalemit, ku filloi të krijojë komuniteti i parë. Dhe me thënë drejtën nuk i interesoheshin shumë as apostujt për gjetë eshtrat e Jozefit. Nuk është se shpallën aty krishterimin. Krishterimi lindi në një formë vetvetishme, në një formë mënyret, edhe në mes përsekutimeve. As që shkoi të mendja apostujve shumë të runin vendet e shenjta ose relike shenjtrish e gjëra të tilla. Maksimumi ka shumë mundësi, patjetër, që kanë mbajt kujtimin e vendit ku është varrosi Jezusi. Aty patjetër, sepse ishte ngjarja qendrore, thamë. Prej aty bile Jezusi ishte ngjallë së vdekurit, edhe pse fshetas, edhe pse mes përsekutimesh të ashpra, që filluan menjëherë në Jerusalem, në krejt Izraelin, në gjithë peranorinë romake, të krishterët ndoshta vetëm atë vend kanë rujt, kanë shpejtuar ta ruajnë si vend të shenjtë, të mos e harrojnë, si thosh. E ta vizitojnë, edhe fshetas ndoshta. Por për tjerët jo. Ky miraku, mund të themi, për të siguruar relike shenjtrish ose vende të shenjta të tjera, pra shtesë përveç varrit të Jezusit, ka lind ka shekulli i 4 pas ediktit të Milanit nga Konstantini i Madh në 311, kur u shpall liria e fesë, liria kultit për krishterimin në peranorinë e Romës. Atëherën, ekspeditat ndryshme u nicën biledhe nga Konstantinopoja, ndërto për shembull edhe vetë nana e Konstantinit, shenjtja Helena, për të gjetë relike, aty gjeti kryqin, thuhet kryqin me cilin mendoj se është gërdu vetë Jezusi, për gjetë relike, shenjtrish, relike pra, që kanë bëjnë me Jezusin, sa më shumë fillon të ndërtojnë kisha të shumta në tokën e shenjtë. Prandaj duhet ta pranojmë se në këtë pikë ka një paqartësi të madhe teorisht, e nuk duhet të pretendojmë të gjejmë me lehtësi të vërtetën, sepse me shumë mundësi nuk do të gjejmë kurrë të vërtetën e kulluar në këtë pikë. Nuk kemi pse të themi se patjetër Shën Jozefi është nxit në qiell me trup, me shpirt, po, patjetër. Prandaj nuk e quajmë shenjtë, por me trup nuk kemi pse ta quajmë si një të vërtetë feje të sigurt si në rastin e Zojës, pra, që duhet ta besojmë sepse është një dogmë fejet, e nuk kemi as pse ta mohojmë. Nuk kemi element për ta mohu, element mjaftueshëm për ta mohu. Vetë fakti që mungon varri mund të na bajnë të mendojmë një gjë të tillë, por e pam se
ka edhe shumë logjik në këtë fakt, pra se nuk dihet ku është varri i Shën Jozefit. Por pse të shqetësoj më shumë se Zoti për këtë punë? Vetë Zoti nuk ka shqetësuar që të na e sigurojnë një gjë të tillë, paktën deri më sot jo. Zoti nuk i ka kërkuar këtë gjë Jozefit, ja ka kërkuar Zojës që të vërtetonte pra se edhe me trup, fakti që s'kam katnu asnjëherë, edhe trupi i nnin pasojat e mungesës së plot të mëkatit, atëherën është marrë në cilë edhe me trup pra. Ja ka kërkuar Zojës këtë mision, mund të themi, por Zoti s'u kërkon gjithë shenjtëve të njëjtin mision. Edhe Jozefit nuk i ka kërkuar këtë, i ka kërkuar sidomos që të bëhet pasqyra e fytyra, mund të themi, e atësisë sjellore për birin e tij. Kaq, e të merremi me njatë, sepse kemi mjaft për të marrë. Thame, këto tjerët patjetër janë gjëra interesante që na shtyjnë të bëjmë komente edhe të bukura, por nuk duhet ta teprojmë e përsërisim. Nëse një ditë kisha do të shprehet zyrtarisht edhe në këtë pikë, patjetër kisha do të marrin për bazë edhe gjanat më natyrshme, nuk do të veprojnë ndryshe prej si ka vepruar deri më sot. Jo vetëm vegime të disave, por edhe gjana që vërtetojnë se Shën Jozefi është në qiell edhe me trup, jo vetëm me shpirt. Për shembull, kur shpallet një shenjtë, të gjithë e dim se gjithmonë para se të shpallet, kisha pret 2 mrekulli. E para për ta shpallur të lum, për një devocion më të ngushtë, mund të themi, për një pjesë të kishë. Pastaj për ta shpallur shenjtë ku hapet devocionit ndaj të gjithë krishterëve dhe këshillohet, duhet prap presi një mrekulli tjetër për të parë nëse Zoti vetë dëshiron një gjë të tillë. Mrekullia, si thosh, është për të prit aprovim, me që kisha dëshiron që ta shpallin shenjtë. Mrekullia është një formë kish për të prit të shohë nëse edhe Zoti vetë dëshiron një gjë të tillë. Nëse nuk e don, nuk ka problem. Pse duhet ta kemi më me merak se Zoti një pikë të tillë. Edhe ne kisha nuk na detyron të besojmë gjithçka. Dogmat e fesë, për shembull, na detyrojnë në lidhje me Marin të besojmë se është nxan pa mëkat, ka qenë gjithmonë virgje, është marrë në qiell me trup dhe me shpirt, është nana e hyjit, këto janë dogmat në lidhje me Marin. Por Shën Jozefi nuk ka shpreh, sepse nuk dëshiron na imponojnë kollaj gjana për stradit. Kemi mjaft asaj që kemi. Dhe në këtë pikë, në fakt, na duhet ta pranojmë me atë sa unë kam vure se nuk ekziston një debat teologjik shumë i ashpër. E thash sigurisht në lidhje me Marin, tash 2000 vjet në kish. Nuk ekziston një debat aq i fryrë mes teologëve, sepse nuk është ky misioni i Jozefit. E prandaj thjesht e tham aty si përshpritje interesante në gjerin e kish. Ideja pra se mund të kenë ndodhur që edhe Shën Jozefi është nxit edhe me trup në qiell, por nuk e dim e përsërisë. Me shpirt është patjetër dhe lutet, me shpirtin e tij pastër lutet shumë. Edhe ai pret ringjalljen. Nëse nuk është në qiell, edhe ai pret ringjalljen sikurse e presim gjithë. Dhe kështu na forcon të gjithëve të besojmë se edhe ne një ditë pas vdekjes do të ringjallemi edhe me trup, për lumnin që e gëzon shpirtin në parris. Këto detaje tham, po i përsërisim vetëm sa për t'i cek pak, por nuk ishin thelbi i misionit të Jozefit. E rëndësishme është se edhe ai, Jozefi, tashmë është në lumnin e parrizit. Gëzon në lavdinë e çetnush me strini, gëzon së bashkut me shenjtrit, gëzon së bashkut me engjëjt, gëzon së bashkut me mbretëreshën e tyre të përvujt, bashkëshorten e tij dashtën e të përvujt, Zoën e bekuar me Vjergjën Mari. E nëse ende nuk është atje edhe me trup, patjetër e ditë do të jetë pra, kur Jezusi do të vinë në lavdinë e tij, edhe do t'i ngjallin të vdekurit. Në lidhje me këtë ardhje të dytë të Jezusit, vetë Jezusi ka thënë se çfarë do të thonë atyne që i qëndron besnik gjithë jetën. Është kapitulli i 25 i Ungjillit Mateut i famshëm, ku Jezusi thotë, atëherë do të vijë biri i njeriut në lavdinë e vet, do t'i ndajë si ai që ndan delet nga cep, disa në djathtë, disa në të majt, dhe atyre që do të jenë në djathtën e tij, pra, do të thotë, e jeni të bekuarit e atit tim, sepse pata uri e mlla të ha, pata etje e mlla të pi, isha shtektare për bujtet, isha i zhveshur e mveshët, i smur e erdhe të mshini, etj. Këto fjalë, patjetër, sa fort i përshtaten Shën Jozefit, i cili nuk ka ndihmuar të varfrit, patjetër do të ketë ndihmuar pak, por nuk është të ka ndihmuar vetëm të varfrit që simbolizojnë Jezusin ose nevojtar, por realisht ka bërë për Jezusin këto gjëra. E Jezusi mund ta imagjinojmë se i thotë Shën Jozefit, këto gjëra i ke bërë jo vetëm për të varfrit e mi, por edhe për mua. Pra, më ke dhënë të hakur, kisha
uri, kur pata etje, më ke dhënë të pi, kur isha shtektar, më ke përbujt, kur isha i zhveshur më veshe, kur isha i smur, me siguri do t'i kenë pas edhe smundje si gjithë njerëzit, dhe i ka qenë afër. Sa shumë vlen për Shën Jozefin këto fjalë të Jezusit që i gjem në Injil. Prandaj më shumë se kur një shenjë tjetër pas Maris, kisha beson se Shën Jozefi është afër Jezusit në lumëninë e Parizit, edhe vazhdon të ndërmjetësojnë për kishën. Ai që ka qenë afër trupit të Jezusit këtu në botë, vazhdon të qëndrojnë afër trupit mistik të Jezusit që është kisha pra. Si Zoja, njëjtën mision në këtë pikë, pra dhe Zoja kështu, e motivon kisha kështu, e motivon besimin e saj të ndërmjetësimi i Zojës bekume, se ajo që ka prunë këtë botë, nga ana njerëzore pra, trupin e Jezusit, dhe ka përkujdesi askush tjetër, ashtu përkujdeset për trupin mistik të Krishtit që është kisha, e në këtë mision si askush tjetër i bashkohet Zojës bekume edhe Shën Jozefi. Këtu, në këtë fuqit ndërmjetësimit të Shën Jozefit, do të përmenem një prej shenjtreshave që në pranim, në fakt ka fol më shumë, sikur ka dashur ta përhapin me të majtë me djathtë devocionin e saj për Shën Jozefin në Markishën. Po i kthehemi pas pak një tekst i shumë bukur që ka lënë kjo shenjtresh. Është fjala për shenjtën Terezë të Avils, një shenjtresh shumë e madhe, ajo që ka reformuar karmelitanet e zbathura që i kemi edhe në Shqipërinë në Nshat, dhe të gjithë i njohim dhe i dojmë shumë, dhe kjo shenjtresh ka pas një dashuri shumë të madhe për Shën Jozefin. Prandaj edhe etët karmelitan, shtëpisë të tyre, shtëpia e lutjes i kanë vënë pikërisht emrin e Shën Jozefit. Sepse shenjtja Terezë, nana e tyre shpirtërore, mund të themi, kishte një devocion të patunën për Shën Jozefin. Është një përshkrim shumë i gjatë ai që do të citojmë tash, por karakterizohet prej gjallërisë dhe realizmit që kishte kjo shenjtresh në gjanat shpirtërore kur fliste. Fliste si thosh, i kishte energjishta këto gjana shpirtërore, nuk ishte thjesht një sforcim shpirtëror. Mos ju mërzisin citimi, sepse zakonisht kur ka citime, lexime janë pak bezdishme, por të hymë në frymën e bukur që kishte kriju tashmon në bindjen e saj, pra kjo shenjtresh në raport me devocionin ndaj Shën Jozefit. Shkruan shenjtja Terezë. Kur e pash se në gjendje me kishin ka të ndisur mjekët e tokës, dhe se si kisha përfunduar në një mosh as të re, vendosa t'i drejtohesha mjekëve të qiellit për të kërkuar prej tyre shëndetin. Sado që e duroja me gzimat vuajtje, nuk e përshkruan vujtjen pra ndonjë smundje, është fjala. Gjithsesi, vazhdon, kisha edhe dëshiren të shërohesha. Sikur shëndeti i plot të kishte qenë për mua shkak bjerrjeje pasosur, atëherë do të kishte qenë më mirë të qëndroja ashtu e smur, pra nëse do të shëndoshe, do të bësha mkate që më qojnë ferë. Por, isha e mendimit se, sikur të rifitoja shëndetin, do të kisha mundësi të shërbeja ma mirë Zotit. E kishte këtë sigurit mërëndshme. Eja cili është gabimi ynë, se nuk duan të lëshojmë veten krejtësisht në duart e hyjit, i cili e di mirë se çfarë është ma e dobishme për ne. Fillova pra, të kërkoja të kremtoheshin mesh dhe kërkova që të luteshin për mua. Dëshiroj të ndalemi pak sepse është shumë interesante. Fillova të kërkoja të kremtoheshin mesh dhe të luteshin. Se thot u luta një herë edhe pse s'ndodhi mrekullia. Duhet një zinxhir lutjesh, do të them edhe të tjerëve që të luten, duhet një bombardim lutjesh nëse kështu mund të shprehemi. E ishte vetëdijshme edhe kjo shenjtresh. Dhe vazhdon. Nuk e lëshova kur veten në ato praktika devocionale që bëjnë disa, sidomos gratë, kur jepen pas disa ritualeve që atyre u pëlqejnë shumë, por që mua më bëjnë të vuaj shpirtërisht, pra nuk ishin, si të thush, supersticione, por ishte lutje e gjallë. Dhe vazhdon, pastaj shihet se janë më fort supersticione. Unë përkundrazi mora si pajtor timin Shën Jozefin e lavdishëm dhe ju porosita atij me besim të madh. Ky atë dhe pajtori imi më ndihmoi në nevojën ku gjendesha dhe në të tjera edhe më të rënda, në të cilat luhej nderi im dhe shëndeti i shpirtit tim. E kam parë shumë qartë se ndihma e tij që gjithnjë shumë e madhe ndaj meje. Më shumë nga që kisha menduar. Nuk mbaj mend ta kem lutur ndonjëherë për ndonjë hir e të mos e kem fituar më një herë. Është diçka që ngjall habi kur mendon për privilegjet e mëdha që Zoti më ka bërë, si edhe nga shumë rreziqe të shpirtit e trupit, ai më ka liruar fal ndërmjetësisë së këtij shenjti të bekuar. Disa shenjtëve vazhdon shenjtresha, një ide që kemi thënë tek këtu edhe gjatë takimeve tona, por që kjo e thekson shumë bukur. Disa shenjtëve të tjerë
duket sikur hyi u ka lënë hirin të na ndihmojnë në këtë apo në atë nevojë, kurse unë kam vënë re vetë se i lavdishmi Shën Jozef e shtrin mbrojtjen e tij mbi çdo lloj nevoje. Me këtë, Jezusi dëshiron të na bëjë të kuptojmë se në atë mënyrë me cilën ai këtu në tokë, kur e kishte Jozefin, pra si atë kujdestar, i nënshtroi çdo urdhër që ai jepte, po ashtu edhe në qiell tani vazhdon të bëjë gjithçka që Shën Jozefi i kërkon. Sikur vazhdon ta dëgjojnë Jezusi, Shën Jozefin. Dhe vazhdon. Këtë gjë e kanë vërtetuar në vetvete edhe shumë njerëz të tjerë që kur ua kam këshilluar janë porositur mbrojtjes së tij. Kështu edhe ata janë bërë shumë devotshëm ndaj tij, pasi e kishin provuar vetë këtë të vërtetë. E thamë, shetja Teres do të bante çmosin ta përhapte këtë devocion, sepse kishte provu shumë herë me sa duket në jetën e saj. Dhe në perëndim do të jetë Shën Tresha që do të ngulin shumë kam në përhapjen e devocionit Shën Jozefit. Dhe vazhdon shetja Teres, fal përvojës së madhe që kam në lidhje me nderet e fituara nga Shën Jozefi, do doja që të gjithë të bindeshin për të qenë të devotshëm ndaj tij. Unë nuk kam njohur asnjë njeri që duke qenë realisht i devotshëm ndaj tij dhe që i bën ndonjë shërbim të mos ketë përparuar në virtyte. Interesante, nuk është se i kërkon vetëm ndere, spektakle, por edhe virtyte, forcë, feje tana, pra e këtu Shën Jozefi duket sikur nuk zgënjen asnjëherë, thot. Ai e ndihmon vërtet shumë atë që i porositet atij. Ka disa vite që në ditën e festës së tij, unë i kërkoj atij ndonjë hir dhe çdo herë më plotësohet me 19 mars, pra është ideja. Dhe menjëherë më plotësohet çdo herë. Nëse kërkesa ime nuk është edhe aq e drejtë, ai e drejton atë për dobinë time më të madhe. Pra e vën re se lutjet edhe kur i ban pak si me egoizëm, shenjti i ndrejt pak edhe ja bën një hir në një formë o në një tjetër. Kush nuk më beson, le ta provoj vetë dhe do ta shoh se me sa dobi është i porositesh këtij patriarku të madh dhe do të jetë i devotshëm ndaj tij. Pra, bën e provë, thot shetja Teres, bën e provë vetë, pse të flas gjatë, provone. Ndaj tij vazhdon, duhet të jenë të devotshëm sidomos ata që i kushtohen lutjes, sepse nuk di si mund të mendohet për mbretëreshën e engjëve edhe për atë që aq fort ajo ka vuajtur për ta shpëtuar Jezusin, pa falendëruar Shën Jozefin që i ndihmoi as shumë. Kush nuk ka ndonjë mësues që ta mësoj të lutet, le ta marrë si udhëheqës këtë shenjë të lavdishëm dhe nuk do të gaboj. E kemi citu këtë pjesë të fundit edhe kur kemi folur për lutjen dhe se si e fton besimtarin që ta marrin si nim Shën Jozefin që na ndihmojnë mu lut, po çfarë më thon, na ndihmojnë mu lut. Shpirti i Shenjtë që na ndihmon mu lut, thotë Shën Pali, patjetër, por si me ndërmjetësia e tij na ndihmon. Ma fort shijen e lutjes që fatkeqësisht mund ta humim ose nuk e fitojmë ende, që ta fitojmë, që ta kemi si shijen e lutjes. I keni vëre disa plesë që luten shumë, ose disa edhe tri, por luten shumë e ndjekun meshën, nuk është se shkojnë për lunit, por kanë shijen, e shijojnë meshën, lutjen, rozaren, e shijojnë, e shija. Mund të themi, është një ushqim lutja, shijojmë ushqimet, shijojmë edhe lutjen. Nga një herë nuk shijojnë edhe aq shumë, në kuptimin si shije fizike, por ka diçka që i bën të njihen të joshun, edhe nga lutja, nga dobija saj e këtu, Shën Jozefi bëhet nim, pra që ta ruajmë shijen e lutjes, ai që rujti shijen e intimitetit të thellë me Jezusin dhe me Marin në jetën e tij toksore dhe na ndihmon për qiellit edhe në këtë pikë. E kishte provu vetë, pra, shetja Teres, forcën e ndërmjetësisë së këtij shenjti të pastër nga lumnia e Parisit, edhe nuk nguronte t'ia porosiste këtë ndërmjetësi, devocion, pra, që ta kërkojë ndërmjetësinë e këtij shenjti edhe të tjerëve. Atyre që dyshoshin, i thoshte provone vetë. Shumë thellë, kjo Shenjtë Tresh kishte kuptu arsyn e një fuqie të tillë të Shën Jozefit. Jezusi që ishte bin Shën Jozefit të në tokë, nuk është në paranistësh, e kishte lanë atë binje. Nuk është e kishte ndryshu qëndrim, tashti unë jam ndryshe. Jo, por vazhdojnë të bindej në formë shumë të amël edhe të përvojt, sepse edhe Jozefi, me sa duket nuk i kërkon, sikur se këtu në tokë, nuk i kërkon gjana që Jezusi nuk do t'i bante. Të njëjtën gjë mendonte në lidhje me Shën Jozefin edhe një predikus tjetër, predikusi më i kërkuar i kohës, Shën Bernardini nga Siena, ishte një frat franceskan italian i shekullit të 15. Edhe shkruante edhe ai
kështu në lidhje me ndërmjetësinë e Shën Jozefit. Thot, me siguri Krishti nuk ja mohoi Jozefit në qiell atë afërsi, atë nder dhe atë denjësia së lartë që ja shprehu ndërsa jetonte midis njerëzve, sikurse biri ndaj atit të vet, madje e çoi në më të lartën përkryerje. Pra e mori të vetja dhe e lartësoi, thot, sikurse e kishte pranuar këtu në tokë, ta merrte të vetja, ta afronte të vetja si askën tjetër pas Marisë, Shën Jozefin. Është interesant se Shën Bernardini shkruan në shekullin e 15, Shën Terezi një shekull më vonë, atë që cituame. Shën Bernardini ishte shumë i njoftun, por historia kishte pastaj më shumë do të njihte Shën Terezi, edhe fal autoritetit shpirtëror që ai do të krijonte, do ta përhapte më shumë devocionin. Por një shekull më parë, Shën Bernardini, edhe ai shumë i famshëm në atë kohë në Itali, i shkruante këto gjëra, që do të them se kjo traditë pra mes teologëve ishte e pranishme dhe këto lloj shkrimesh qarkullonin, ishte shumë e fuqishme pra. Bindja e kishte se ndërmjetësia e Shën Jozefit nuk ban lojna, vepron. Hyi kishte dhuratat e veta e Shën Jozefit, por nuk është se në Paris kishin skadu dhuratat e tija. Sigurisht se dhuratat e gjithë shenjtërve, edhe në Paris vazhdojnë t'i ushtrojnë pra dhuratat e mrekullive, dhuratat e ndryshme ose kësaj lloj mbrojtje një gjatë caktuar. Nuk janë si perëni shenjtrit, absolutisht. Mos kalojmë në paganizmin, me politeizmin që kishte për shumë perëni, edhe këtu përfundojmë pastaj me drejt shumë larg monoteizmit, pra një zot vetëm. Shenjtrit janë ndërmjetësa që luten, kanë pas dhurata këtu në tokë, e kur shkojnë në Paris nuk është se skadojnë, thash. Edhe Shën Jozefi vazhdoka në lumnin e Parisit të këshillojnë Jezusin, që këtu në tokë e këshillonte, e Jezusi e pranonte këtu në tokë, me sa duket edhe në Paris e pranon këshillën që ai mund t'i paraqesin në lidhje me nevojat që ne mund t'i paraqesim Krishtit me ndërmjetësinë e Shën Jozefit. Prandaj tash në këto momente, në fund të këtyre meditimeve tona, do të përdorim, do të lutemi së bashkut me ato litanit që kemi citu tek tok gjatë këtyre takime. Litanit e Shën Jozefit. Dhe duhet ta bëjmë, sepse Shënja Terezi na ka lënë porosin, pra provon e vet, nëse doni ta shihni dobinë e tij. Ky ishte, para se dalim tek litanit, për t'i përmbledhur të gjitha këto që thamë. Ky ishte pra misioni i Shën Jozefit. Misioni i cili ishte shënu qysh në emrin e tij, atë ditë kur prindët e tij, që nuk e dim kur ishte ajo ditë, por përafërsisht thash mund të hamendësojmë, atë ditë kur prindët e tij vendosen ta quajnë Jozef, që do thotë i shtuar në familje. E thamë në fillim takimin e parë se Zoti vetë deshti ta shtonte atë mshushëm, ta shtonte në familjen e vet bashkë me Zoën e bekume. Biri gjithashtu e Shpirti i Shenjtë shnëriste gjithmonë në ndërgjegjen e tij për të marrë pjesë në këtë bashkëpunim për historinë e shëlbimit. Dhe me mirësinë e tij, me këshillat e tij, ndihmoi natyrën njerëzore të Jezusit dhe ndihmoi historinë e shëlbimit, mund të themi pra në këtë formë. E prandaj edhe prej lumnis Parisit vazhdon ta ushtroj këtë atësitë e tij që Zoti ja kishte besu këtu në tokë. Nuk mund të rrim pa përmend atë që në takimin e parë kemi citu, mrekullinë e diellit në Fatima me 13 tetor 1917. Sepse e thamë pra bashkë me Marin që u shfaq aty, një moment 3 barinj të vegjël kishin pa Jezusin dhe Jozefin duke beku botën. Jezusi ishte në formën e një fëmijët për bri Jozefit dhe po bekonin botën. Por nuk kemi treguar atë një detaj me një simbolik shumë domethënëse. Kur dielli atë ditë përfundoi ato lëvizjet e tij të pasakonta, që kishin fut frikën të gjithë pranishëmve, që mendonin se po vjen fundi i botës, kur dielli u kthye pranë vendin e tij, të gjithë vonë re se rrobat e tyre ishin tha menjëherë. Edhe balta, dhuca, poshtë këmbëve tyre ishte tha papritmas. Interesant, ata kishin menduar se Zoti po e dënonte botën, por në fakt vonë re zbulun se po bekoheshin prej Zotit. E nuk e dinin se bekimin po e jepte Jezusi së bashku me Shën Jozefin, me praninë e bekume të Zojës bekume. Ajo lutës poshtë këmbëve tyre, pra, ishte simbol i lutës së mëkateve, ku bota, xheni, e prej tyre do të Zoti me liru prej kësaj lutët, pra, sikurse e zhduku lutën, pra, thau lutën që kishin poshtë këmbëve. Në fakt,
bota gjende në një balë të madhe, që ishte lufta e parë botërore, dhe ende nuk ishte përfunduar. Zoja në fakt i kishte thënë trebarinjve, lufta shpejt do të marronte në 1918, një vit pas. Por nëse njerëzimi nuk kthehet ka Zoti, do të fillojë një luftë tjetër edhe më e përgjakshme. Trebarinjt e kishin thënë, edhe mund të imagjinojmë të qeshurat e shumë politikanëve që nuk e besonin se kjo gjë mund të merret përballë. Imagjino sa serioze u bë situata kur pëlqiti lufta e dytë botërore edhe një herë, duke shkatërruar gjithçka e duke marrë me miliona jetë njerëzish, shumë më shumë sa kishte marrë lufta e parë botërore. Sikur njerëzimi ta kishte pranuar atë këshill të Zojës edhe atë ftesë që Zoti po i bante, pra duke e beku atë ditë, e duke i bën ftesën për kthem, pra ku shfaq Zoja dhimbshme, Zoja karm. Sikur ta kishte pranuar, do të ishte thall lluca mëkateve që kërcëndonte njerëzimin. Sikur ta kishin pranuar bekimin. Ta lutim Zotin që na napin fen, ta pranojmë bekimin e tij prej qiellit, e ta pranojmë bekimin edhe të Shën Jozefit, i cili jo vetëm lutet për ne, por paska edhe pushtetin na bekoj, na ndihmoj, na ruajnë, e të na ndihmojnë ta ruajmë pastërtinë e fesë që pati ai, dashurinë e butë që pati për Jezusin, dëgjesën e menjëhershme ndaj asaj që për dashuritë e Jezusit i kërkohej. Në gjithë këtë jena të sigurt se kena ndërmjetësinë e dashtën të Zojës bekume, e cila është nana jonë qellore, e cila ku është Shën Jozefi nuk mund të mungojnë asnjëherë, në kuptimin që vazhdojnë lidhjen e tyre në fe të jashtëzakonshme, e vazhdojnë edhe në lumnin e Parizit dhe me shumë dëshirë, me shumë dashuri ndihmojnë trupin mistik të Krishtit që është kisha. Le t'ja kërkojmë ndërmjetësinë Shën Jozefit për nevojat tona, por më fort kujtohemi se vetë njohja e jetës tij është bekim për ne. Pse them këtë? Sepse shkrimi i shejt në fakt që qunë Shën Jozefi njeri i drejt, dikund po të gërmojmë në librin e fjalëve të urta, thot këto fjalë për njerëzit e drejt. Bekimet e Zotit janë mbi krye të drejtit. Kujtimi të drejtit është bekim. Kujtimi të drejtit është bekim. Jozefi ishte i drejt, edhe veç ta njohim jetën e tij është bekim. Plus kësaj patjetër, feja na mëson të besojmë atë ndërmjetësia e bekimeve që ai na jep prej lumnisë Parizit. Tani thash edhe pak më parë, le ta bëjmë këtë çast edhe çast lutjet. Nuk është thjesht një referat për Shën Jozefit, nuk duhet të jetë, sepse besojmë tek ndërmjetësia e tyre. Edhe thamë, Shejti i Terezit na thoshte provoni vetë me shumë dashuri, pra pse të mos e provoni. Nëse keni mundësinë, ose jeni në udhtim, ose jeni duke qëndruar në eshje kështu, shoqërone me mendjen tuaj shpirtërisht edhe këtë çast lutje të litanive që po bëjmë së bashku. Litanit janë forma të bukura të kishë, që janë litanitë e Zojës, për shembull litanitë e emrit Jezusit e me radhë, pra. Dhe janë litanitë e Shën Jozefit, janë forma të kishë edhe për të rreshtuar, mund të themi, virtytet që i njeh. Filan shajtit ose filan devocionit në Jezusit. Dhe nuk është se mund të formulojmë krejt kollaj, sepse është një traditë e kishë që fundi aprovon, janë lutje që aprovojnë krejt kishë. Patjetër edhe ne mund shtojmë edhe gjëra të tjera në kuptimin lutjen tonë, mund të lutemi edhe me fjalët tona, por ti marrim këtë lutje, nuk bëjnë magjina, por ti marrim edhe vetë, lutim edhe vetëm ndonjëherë litanitë e Shën Jozefit, edhe lutje të tjera që sidomos në vitin e kushtuar Shën Jozefit kisha tashmë vazhdon të porosisin edhe më shumë. Edhe lutje të tjera ti marrim sepse duhet të provojmë vetë forcën e lutjeve. Edhe këtu tashmë po lutim të litani edhe shohim se si ndërkohë pra që kisha kërkon ndërmjetësinë e tij edhe ka zhvilluar një vetdije gjithnjë më të thellë për virtytet e ndryshme, për misionet e ndryshme që shenjt pati, e që ne në atë modestinë tonë përpoqem ta hulumtojmë sadopak, por ta hulumtojmë me qëllimin e sigurt se në fund duhet edhe ta imitojmë për t'ju afruar Krishtit e një ditë për të gëzuar bashkë me Krishtin me shenjat e tij në lumnin e Parizit. Prandaj ju ftoj nëse keni mundësitë në rrethanat ku jeni që të lutemi së bashku. Në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Amen. O Zot, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Krisht, ki mëshirë. O Krisht, ki mëshirë. O Krisht, ndjena ne. O Krisht, ndjena ne. O Krisht, dëgjona ne. O Krisht, dëgjona ne. Ati prej qiellit hyj. Ki mëshirë për ne. Biri shëlbuesi botës hyj. Ki mëshirë për ne. Shpirti i Shenjtë hyj.
ki mëshirë për ne. Shenjtja Mari, Lutu për ne. Shën Jozefi, Lutu për ne. biri i madhrueshëm i Davidit, Lutu për ne. drita e patriarkëve, Lutu për ne. fati i nënës së Zotit, Lutu për ne. rojtari i pastër i Virgjërës, Lutu për ne. ushqyesi i birit të Zotit, Lutu për ne. mbrojtësi i kujdesshëm i Krishtit, Lutu për ne. kryetari i familjes shenjte, Lutu për ne. Shën Jozef krejt i drejt, Lutu për ne. Shën Jozef krejt i pastër, Lutu për ne. Shën Jozef krejt i urtë, Lutu për ne. Shën Jozef krejt i dëgjueshëm, Lutu për ne. Shën Jozef krejt besnik, Lutu për ne. pasqyra e durimit, Lutu për ne. dashamiri i varfërisë, Lutu për ne. shembulli i punëtorëve, Lutu për ne. stolia e jetës shtëpiake, Lutu për ne. rojtari i virgjërve, Lutu për ne. shtylla e familjeve, Lutu për ne. ngushëllimi i të shkretëve, Lutu për ne. shpresa e të smurve, Lutu për ne. pajtuesi i atyre që janë duke vdekur, Lutu për ne. tmerri i djajve, Lutu për ne. mbrojtësi i kishës shenjte, Lutu për ne. o qengji hyj që shlyen mëkatet e botës, Na fal ne o Zot. o qengji hyj që shlyen mëkatet e botës, Dëgjona ne o Zot. o qengji hyj që shlyen mëkatet e botës. Ki mëshirë për ne. Lutu për ne, shenjtë Shën Jozef, Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. të lutemi. O Zot, që në provanin tënde të pagabueshme, u dënjove të zgjedhësh Shën Jozefin për fat të shenjtës nënës sate. Bëj po të lutemi që atë të cilin e nderojmë në tokë si mbrojtës, të kemi fat, të kemi edhe ndërmjetës në qiell. Amen. Drejtojmë Zotit edhe një lutje, ndër shumë lutjet e tjera që kisha ka formulu, drejtu Shën Jozefit. O Shën Jozef, me ty dhe falë ndërmjetësimit tënd, ne e bekojmë Zotin, sepse ai të zgjodhi ty mes gjithë njerëzve, që të bëhesh fati i pastër i Marisë dhe ati kujdestar i Jezusit. Ti i ke ruajtur gjithnjë me përkujdesje të përzemërt, Marinë dhe fëmijën, për t'i dhënë siguri jetës së tyre dhe për t'i lejuar që ta përmbushin misionin e tyre. Biri i hyjt ka pranuar që të nënshtrohet ty, por si një ati gjatë kohës së fëmijërisë së tij dhe adoleshencës, dhe ka pranuar të marrë prej teje mësimet e jetës së tij si njeri. Tani ti gjendesh pranë tij. Vazhdo ta mbrosh gjithnjë kishën. Le të bien në mend familjet, të rinjt dhe veçanërisht ata më në nevojë. Falë ndërmjetësisë sate, ata do të pranojnë shikimin amror të Marisë dhe dorën e Jezusit që e ndihmon. Amen. Me ndërmjetësinë e Shën Jozefit e Zotës bekume, ju bekoft, hyj gjithë pushtetshëm, Ati, e Biri, e Shpirti i Shenjtë. Amen.